Nga ky ambient prezantojmë librin Ungjilli në Kosovë në përshekuj. I autori Driton Krasniqi është një hyrje në historinë e krishtërimit protestant ungjillor në Kosovë. Në fakt, ky libër flet dhe sjell në fakt një pasqyrë të thellë dhe të dokumentuar të rrugtimit të ungjillit në këtë vend, duke hedhur dritë mbi rënjë që shpesh nuk njihen sa duhet. Driton Krasniqi është pastor në fushë Kosovë. Ai ka bërë mjaft përkthime në gjuhën shqipe, si dhe ka shkruar shumë artikuj e punime kërkimore ndërkombëtare. Pastor, është kënaqësi të kemi në këtë intervistë për të prezantuar këtë libër që them që është një pasuri për shqiptarët. Shumë faleminderit. Faleminderit për interesimin tuaj, faleminderit për këtë prezantim. Kaq të mirë të librit, jemi shumë mirënjohës. Çfarë të shtyu të shkruash këtë libër, Ungjillin Kosovë në përshekuj? Është një rrugtim. Nuk është një moment thjesht që më erdhi në mendje që të shkruaj diçka dhe aty fillova. Fakt ishte një rrugtim. Dhe është një rrugtim mjaft i gjatë. Në vitin 2008 mbarova studimet në master në Universitetin e Walesit, në Britaninë e Madhe, në teologji, dhe zgjodha si temë të disertacionit që të shkruaj për kishën e Kosovës, për kishën ungjillore në Kosovë, për krishtërimin në Kosovë. Dhe ky disertacion, ndërsa shkruaja, ndërsa mendoja për këtë, ndërsa hulumtoja, nuk gjoja asgjë të shkruar për ungjillin, për krishtërimin, për historinë e krishtërimit, jo vetëm në Kosovë, por as në trevat shqiptare. Shumë dokumente të pakta. Dhe mendova që kjo vinte për dy arsye kryesore. Në një ishte për shkak se ne kemi qenë të pushtuar kaq gjatë. Dhe gjëja e parë që armiqtë tanë kanë bërë, si armiq të brendshëm, por edhe armiq të jashtëm, është ata kanë dashur të zhdukin çdo gjë që na lidh të neve me krishtërimin. Dhe kjo ishte një tragjedi dhe po mendoja që ne kemi kaq histori të pasur dhe kemi të padokumentuar. Dhe pastaj po mendoja për pjesën tjetër që është gati sikur një çudi brenda ungjillore. Nuk është tonë me kot. Ungjilloret ose të krishterët janë aq të zërë në bërjen e historisë, saqë duket që nuk ju del kohë për ta evidentuar atë, për ta shkruar atë. Dhe kjo ishte një gjë tjetër që ishte një shtys për të grumbulluar sa më tepër fakte, sa më tepër gjëra. Dhe kështu ishe i trazuar për mirë në zemrën tënde për ta marrë këtë iniciativë. Dhe kjo ishte iniciativa. Pra ne po flasim para shumë vitesh për këtë nismë. Pastaj edhe ka qenë ka shumë në zemrën time që për t'i evidentuar gjëra. Kurse harroj në vitin 1994, kur babi im filloi kishën në Gjakov dhe ne shkuam bashkë me familjen atje. Ndërsa po shikoja një ditë arkivat e kishës, më kujtua se si në atë kohë kisha evidentuar atëherë pagëzimet e para që ishin bërë në kishën e Gjakovës dhe po shikoja gjithë ta emra, sot janë drejtues të kishave në Gjakov. Po shikoja në listën e të pagëzuarve të parë në kishën e Gjakovës dhe thash, wow, sa e bukur që pas kanë mbetur. Por kështu që gjithmonë e kam pasur për zemër këtë pjesë, për t'i evidentuar gjërat. Historia, gjeografia më kanë shkuar gjithmonë edhe në shkollën e mesme. Nga se shkencat eksakte nuk i doja asnjëherë. Kështu ka qenë prirja jote? Kjo ishte prirja ime. Dhe jo rastësisht mendoj. Ndoshta jo rastësishme, por ishte thjesht ky pasioni që duket që zhvillohej vazhdimisht brenda meje dhe në një moment të caktuar mendoj që doli në pa. Mendoj që kështu kishte filluar e gjithë kjo ecuri e evidentimit të ngjarjeve historike. Por që ja dole, pastore, finalizove këtë libër më në fund. Mendoj që e finalizova. Mendoj që pjesa tjetër që ishte vërtet shtys, që ishte vërtet edhe frymëzim në të njëjtën kohë, ishte kur po festohej 40 vjetori i kishës së parë në Kosovë, i Bashkësisë së Popullit të Zotit. Dhe aty ndava këtë pjesë pastaj për herë të parë me në 2025-ën. Po me pastorin, me Artur Krasniqin ndava këtë ide që është shumë mirë që ne po festojmë, por nuk do t'ishte kaq e mirë që ne të kemi po ashtu një dokument të shkruar për t'ju prezantuar njerëzve
Dhe këtu lindi kjo ideja, dhe tani unë kisha një mori materialesh të shkruara, kisha një mori materialesh. Këtu kam për shembull një material tjetër ndërkombëtar që është krishtërimi në Evropën jugore dhe lindore nga Edinburgh, Universiteti i Edinburgh. Dhe këtu kam 2 artikuj dhe këtu kisha evidentuar ka shumë gjëra për kishat e hershme, për zbulimin e Ulpian, që nga kisha e ndër më të parat në Evropë, ose të njëjtës kohë me Agaja Sofia që sot është në Stamboll ose në Konstantinopolin e hershme. Pastaj dokumentet e tjera që kisha shkruar edhe shumë vite më parë edhe për pentekostalizmin dhe që fillet e tij në këto treva. Dhe pastaj kishe shumë informacione gati. Ishte disertacioni që kisha shkruar për Universitetin e Walesit. Dhe tashme kishte një mori materialesh disi të shkapërderdhura dhe duhej të grumbulloheshin në një vend. Në një libër. Dhe e mendova që kjo do të ishte një gjë e mrekullueshme për 40 vjetorin, por edhe për studentët pastaj të shkollës biblike Iliria në Prishtinë. Dhe hedh dritë për ngjarje që datojnë? Po, e dini, Bibla si tërësi. Bibla si tërësi është një libër historik. Mbi gjithë çka tjetër është një libër historik. Por një frymëzim që për mua ishte shumë, mendoj, i rëndësishëm, ndoshta është, edhe nëse shikoj nuk është e tepërt, është tek letra që po i shkruhej, që Luka po i shkruante Teofilit. Këtu ai thoshte që në Ungjillin sipas Lukës kapitulli 4 thotë, mbasi shumë vetë ndërmorën të rënditnin tregimin e ngjarjeve që ndodhen në mesin tonë, ashtu si na i përcollën ata që ishin bërë nga fillimi dëshmitar okular dhe shërbyes të fjalës, mu duke mirë edhe mua, pasi hetova të gjitha gjërat me kujdes që nga fillimi të t'i shkruaj sipas radhës fort i nderuari Teofil. Dhe po mendoja për Lukën, ndërsa i shkruante Teofilit, ndoshta shumë njerëz e kanë ka shumë gjëra, kanë tregimin e tyre, pikpamjen e tyre, dhe është në rregull, dhe kjo e pasuron mozaikun. Por Luka thot, mu duke mirë edhe mua, që edhe unë të shkruaj për gjërat që ndodhen në mesin tonë si dëshmitar okular. Tani disa gjërave kam qenë dëshmitar okular, jam rritur me historinë e kishës në Kosovë, disa gjëra e mora sikur duhet të intervistoj të gjitha ata që ishin historibërës të kohës së tyre, për të intervistuar edhe ata, dhe mblodha ka shumë dëshmi dhe i vendosa në një libër. Të është dashur pra të bësh kërkime, hulumtime? Absolutisht po. Dhe gjitha dokumentet e shkruara, mendoj që i shtjerruam të gjitha, aq sa kishte në dispozicion të gjitha, edhe nga citimet mund të vret aty, por aty ku mungonin dokumentet, pastaj detyroheshim që të merrnim në intervista dëshmitare të okular të ngjarjeve. Pra këtu janë dokumentuar momentet të rëndësishme të historisë, pak a shumë, a mund të na i përmbledhësh që datojnë nga cili vit, nga cili shekull? I tërë libri është i ndarë në katër kapituj të ndryshëm. Që në të vërtet janë katër etapa të historisë. Janë të ndryshme, por që janë të lidhura. Është shumë interesant nëse shikojmë tërë historinë mbar shqiptare, është kohë me ka shumë ngritje rënje. Ishin kohë, tërë historia jonë ka pasur ka shumë ditë të bardha e ditë të zeza. Dhe nuk është e pa vlefshme që t'i evidentojmë këto. Nëse shikojmë edhe nga perspektiva biblike, ne kemi ka shumë gjëra, Bibla i evidenton që të gjitha, edhe si kohët e mira, por edhe si kohët e këqirat e popullit. Dhe mendoj që kjo ishte një gjë që duhet ta bënim edhe këtu. Për shembull, nëse marrim, kam shkruar për një pjesë për kohën e apostujve. Tani ne, populli jonë, jemi popull ndër të paktet në botë që jemi të evidentuar në shkrimin e shejtë.
Pali shkruan Romakëve, në Romakëve 15-19, me fuqi shenjash dhe me krullijash, me fuqinë e frymës së Perëndis, nga Jeruzalemi e përçarkë gjerën e Iliri, kam shpallur, kam proklamuar plotësisht ungjillin e Krishtit. Dhe po mendoja ka shumë për këtë Ilirin. Por pastaj, a kishte dëshmi tjera mbështetëse që dëshmojnë në të vërtet ardhjen e Palit këtu. Dhe u përpoqa që të hulumtoj. Pastaj të veprat e apostujve, hulumtova ka shumë, më intereson të ku ishte kjo farë ato që në tekstin greqisht është Melita e jo Malta. Ishte përkthyer Malta në gjitha shkrimet pasuse, por mendoja kur shikoja në tekstet origjinale i referohej sikur ishilli Melita. E thash, Melita dhe Malta nuk janë njëjtë. Malta është atje në Afrikë. Melita, ku ndodhet kjo Melita? Dhe fillova të hulumtoj për rreth kësaj. Dhe kjo na del që është në të vërtet një ishull i lirë, që është afër Dubrovniku, domethënë është një ishull në Adriatik. Dhe gjitha rrethanat pastaj tek veprat aty na tregojnë që ne nuk po flitej për atë mesdheun, po flitej për ato që në tekstin greqisht e quhen Adria, jo mesdheu, po ishte Adria, pra ishte Adriatiku. Dhe gjitha këto, domethënë, kërkonin një hulumtim, por që duhej mbështetur me fakte, nuk ishte thjesht që duhej të shkruhej diçka, por ky duhej mbështetur me fakte shkencore. Dhe kjo mendoj që ne i shtjerrëm të gjitha këto dhe nxorrën këtë. Gjithë të ngjarje personazhe pastor kanë lënë gjurmë në zemrën tënde, ndërsa ti i ke bashkuar bashkë dhe i ke përpunuar? Të gjitha, absolutisht të gjitha, dhe gjitha njerëz me kanë frymëzuar tej mase. Shiko, nëse shikon pastaj nëse marrim mesjetën, gjithë të personazhet e mesjetës, e din këta njerëz se si u përpoqen, këta priftërin katolik se si u përpoqen me çdo kusht, me çdo çmim, të i sjellin popullit shqiptar shkrimin në gjuhën amtare, duke shkuar përtej rrjedhës. Ata rrezikuan jetën, ata rrezikuan gjithçka që kishin, por asnjëherë nuk u zbrapsen për t'i sjellur shqiptarëve shkrimin e shejt në gjuhën shqipe, me Shari i Gjon Buzukut, rasti tipik. Pastaj më vonë Pjetër Bogdani, gjëra dhe veprimet e tij, që ka shumë njerëz e qunin Skënderbeu i kohës e tij. Gjithë ta njerëz më lanë ka shumë mbresa ndërsa i studioja, por gjithashtu më sfiduan tej mase që edhe ne në brezin tonë duhet gjithë këtë trashëgimi jo vetëm ta ruajmë, por ta kultivojmë edhe me tutje. Pastaj të mos flasim për kohën e Qiriazve, Gjerasimi, Gjergji, Motrat, me punën e tyre të paloshme, secili duket që në drejtimin e vet, por që të gjithë bashkë në të njëjtin qëllim. Gjithë ta njerëz mendoj që meritojnë gjithë respektin e kishës aktuale, të timin tuajin edhe të gjithë të tjerëve në kishën mbar shqiptare. Sa kohë tu desh, pastor? A kishe vështirësi rrugës në gjithë të udhëtim? Vështirësitë më të mëdha ishte evidentimi i fakteve, në mungesë të literaturës së shkruar. Por pastaj kjo mendoj që u tejkalua dhe mendoj që sidomos tek pjesat të kapitullit, etapa bashkohore e historisë, kjo u arrit nga se të gjithë njerëzit që kontribuan ishin shumë bashkëpunues. Ata të gjithë ofruan gjithë njohuritë e tyre, gjithë përvojën e tyre pa asnjë hezitim që të dokumentohej, që të shkruhej. U treguan ka shumë bashkëpunues kur i dërgova versionin final, që ata të shohin ndërsa i kam cituar, ndërsa kam shkruar për ta, nëse kam keq interpretuar, ose nëse kam dhënë data, ose ngjarje, ose emra pa verifikuar, dhe të gjithë u treguan bashkëpunues për të sjellur, duke më kthyer mbrapa me komente shumë konstruktive, dhe kjo me la ka shumë mbresa
E kjo me la ka shumë përshtypje, kjo më sfidoj ka shumë dhe kjo me inkurajoj te mase për të parë këta njerëz se si jo vetëm atëhere që ishin dhanë gjithë shka për ungjillin në kohën e tyre, atëherë kur në Kosovë kjo mund të kushtonte me jetë, kur ta njerëz internoheshin, kur njerëz merreshin nga rruga, babi im, xhaxhai im, këta merreshin nga rruga për shkak të ungjillit, kur vendosi mbishkrimi Bashkësia e Zotit Jezus Evangeliste në Gjakov dhe vinte kërcënimi që duhet deri në këtë orë të hiqej apo në të kundërtën kjo do të policia do të ndërmerr hapa. Pastaj në Prishtinë kur policia ndërhynte dhe thoshte që madje edhe nëse Krishti vetë zbret këtu nuk keni për të pasur një shkollë biblike, nuk keni për të pasur një kishë tjetër dhe që sot ka shumë kisha tjera, sot ka qendër arsimimit biblik, teologjik në Kosovë. Realiteti është ndryshe. Dhe gjitha këto gjëra mendoj që shohim se si sa herë që njerëzit ngriten kundër Zotit, asnjëherë nuk fitojnë. U desh kohë, kaluat përmes shumë dhimbjeve? Shumë e vërtet. Dhe prandaj mendoj që edhe kjo pjesë është gjithashtu një indikator i fuqishëm pse do duhej evidentuar këto gjëra. E dini, nuk duhet ta them si mallkim, përkundrazi, ndoshta vetëm si vërejtje, por shpresoj që e kam gabim. Por duket se në popullin tonë kemi një farloj, na mundon një farloj sindromi i harresës kolektive, dhe kjo është mbar shqiptare, nuk është vetëm te kisha, është në nivel kombi gjithandej. Dhe pastaj ne harrojmë gjërat dhe ne nuk duhet ti ruajmë në kujtesën tonë gjërat që ne ti kundërvihemi atyre që na kanë bërë keq, përkundrazi. Ne duhet ti ruajmë gjërat në kujtesën tonë në mënyrë që historia të mos na përsëritet më. Sepse historia ka këtë tendencë të përsëritjes dhe ne duhet t'i ruajmë këto që të mos lejojmë që ne të mësojmë nga historia, jo që ne t'i kundërvihemi, por që ne të mësojmë nga historia dhe t'i ruajmë e që të mos lejojmë që të na përsëritet më. Po, a mendon se ky libër është një përgjigje për shumë shqiptarë që nuk dinë mjaftueshëm rreth historisë së besimit ungjillor në Kosovë? Unë mendoj që po, ndonë se nëse shikojmë për shembull 3 etapat e para që i quajtem, ose 3 kapitujt e parë, nuk i dedikohen ekskluzivisht Kosovës, i dedikohen popullit shqiptar në përgjithësi. Vetëm në kohën nga lufta e parë botërore e tutje, duket se përfundimisht Kosova dhe Shqipëria padrejtësisht vazhduan rrugtimin në rrugë të ndryshme, por gjithmonë duke shikuar, populli gjithmonë duke shikuar ishte sistemet që i mbajtën të ndarë, ishin sistemet politike që i mbajtën shqiptarët të ndarë, por që populli mendoj që gjithmonë shikonte, të paktën e di nga Kosova që ne kishim kushërin tanë që kufiri na ndau me ta dhe i ngelen në Shqipëri dhe ne ngelem në Kosovë atje dhe letërkëmbimet e fshehta, gjitha këto, dhe me thone gjatë tërë kohës xhaxhai im duke që mbante lidhjet, kontaktet me kushërinjt në Shqipëri. Pra populli nuk i harroi këto gjëra, ndonë se ishte një padrejtësi e madhe që na u bë. Dhe mendoj që tani në këtë rast, në rastin e librit, përveç kësaj etapes së fundit që është etapa bashkëkohore që i dedikohet ekskluzivisht Kosovës, pjesa tjetër nuk është vetëm për Kosovën. Titulli thot një gjë të tillë sepse mendoj që ka shumë njerëz tjerë mund të shkruajnë për Shqipërinë, për Maqedoninë, për vende tjera dhe që të plotësohet pastaj gjithë mozaiku i historisë së krishterimit mbar shqiptar. Por përveç kësaj, mendoj që libri synon që të hedh një vështrim
në gjithë etapat, domethënë në kohën e Ilirisë, në kohën e Mesjetës, pastaj në kohën e Qiriazëve dhe në kohën bashkohore. Dhe kjo edhe kopertina e portretizon gjithë historinë. Kjo duke që e sjell në një fotografi në ballin tër historia, tër përmbajtja e librit që ndodhet. Edhe patjetër që përfshihet edhe Shqipëria e Kosova në këtë rrugtim. Si u prit të libri, flas përveç qarqeve të Krishtera, si është të pritur nga qarqet e tjera akademike në Kosovë, pikërisht me ato institucione që dokumentojnë historinë? Ka pasur reagime? Po ka pasur, reagimet kanë qenë shumë pozitive. Shiko, të shkruash për historinë kërkon një guxim mjaft të madh, sepse nëse shikoj për shembull, unë kam quajtur këto hyrje në histori, ose më mirë me thënë, si në titull i saj është Ungjilli në Kosovë në përshekuj, hyrje në historinë e krishterimit protestant ungjillor të Kosovës nga fillimi deri më sot. Dhe nga volumi, duket që është më tepër se sa vetëm një hyrje. Megjithatë, nëse shikojmë edhe historianë të tjerë, madje edhe Noel Malcolm, ku shkruan për historinë e Kosovës, ai kishte shkruar një libër ndoshta 2-3 fish më të trashë se ky, dhe e quante Kosova një histori e shkurtër. Historia ka shumë për të dokumentuar. Ka shumë gjëra dhe sidomos në Ballkan, në mungesë të fakteve, duket që gjithmonë paraqiten zonat gri, që është e vështirë të vendosësh në mozaikun e gjerë të narracionit historik. Megjithatë, mendoj që ja dolem shumë mirë dhe këtu patjetër që këtu është dashur të përshkruhet edhe ngjarje tjera politike që ndikuan në kishën, por synimi kryesor është për të folur për historinë e krishterimit, për historinë e kishës. Pastaj këtu mendoj që synimi i saj në qarqet tona kishtare, mendoj që ato që ishte shumë e mirë është për kishën për të parë se shiko, gjithë të gjetjet arkeologjike që janë duke ndodhur në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni dhe që na çojnë te Ilirët e Romakët e lashtë, gjithë këto gjurmët që na çojnë që populli ynë në të vërtetë kishte predikuar ungjillin gjithandej dhe u bë shpërndarës i ungjillit. Tani ne ungjillorët jemi po aq hisedar në të, aq sa janë katolikët dhe aq sa janë edhe ortodoksët. Pse? Sepse në shekujt e parë ekzistonte krishterimi, ekzistonte kisha, nuk ekzistonte ajo e ndarë në ato që ne sot e kemi në mënyrë strikte kemi një kishë katolike, në mënyrë strikte kemi një kishë ortodokse, në mënyrë strikte kemi një kishë ungjillore. Atëherë kishte një krishterim dhe gati deri në mesjet kishte një krishterim. Po patjetër kishte ndarje brenda saj, kishte ndarje politike dhe mendoj që në fe është gati e pamundur mos presësh ndarje, për shkak se feja si tërësi është komplekse dhe është e vështirë të kesh një uniformitet fetar. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje pastor në këtë libër, se unë kisha mirësinë për ta lexuar dhe vërtet unë të falenderoj edhe personalisht për punën e shkëlqyer që ke bërë, çfarë ke sjellur këtu, është që të gjitha figurat këtu si model jetese kishin ungjillin, që ungjilli ndikoi në formimin e identitetit të tyre. A beson që ungjilli si model jetese duhet përqafohet sot edhe nga të rinjt në Shqipëri dhe në Kosovë? Pra, ka ky libër një mesazh në fakt përveç historisë për të rinjt, për shqiptarët? Shiko, nuk ishte vetëm populli ynë, në të vërtet gjithë popujt e civilizuar për model të tyre e kishin ungjillin, e kishin Biblën. Nëse shikon kushtetutat e vendeve perëndimore, ishin të ndërtuara mbi parimin e të drejtave të njeriut. Dhe të drejtat të njeriut burojnë direkt nga ungjilli. Pastaj, nëse marrim sot ne flasim kaq shumë, do kam qenë i përfshirë vetë në të drejtat e fëmijëve. Nëse shikojmë të drejtat e fëmijëve, Jezusi ishte i pari që i theu të gjitha stereotipet e gabuara
por i theu të gjitha po ashtu veprimet e gabuara të brezit e tij, kur tha leni fëmijët të vinë tek unë, sepse për të tillët është mbretëria e Perëndis. Fëmijët në antikitet nuk i gëzonin të gjitha të drejta. Deri në moshën madhore ata nuk konsideroheshin, madje nga shumë njerëz, nuk konsideroheshin sikur të denjë për të ulur në të njëjtin vend, të njëjtin rreth. Ata ishin fëmijë që eventualisht do të bëhen njerëz. Dhe Jezusi kur erdhi kundër këtyre farë veprimeve të pamira shoqërore, ai erdhi kundër shoqërisë së atëhershme. Dhe nga kjo pastaj kemi sot gjithë atë punën që bëhet për të drejtat e njeriut. Kështu që nëse shikojmë çdo gjë që ne kemi, pastaj mënyra për të ndihmuar, për të ardhur në ndihmë njerëzve nevojtar, buron komplet nga Bibla. I tërë sistemi që sot e quajmë sistemi humanitar. Nëse shikojmë Kombet e Bashkuara se si ishin ndërtuar mbi mësimin bëj të tjerët atë që do dëshirojë të tjerët të bëjnë për ty. Dhe tërë kjo, kur kthehesh dhe shikon ku ishte krejt Zanafilla ishte komplet te libri që është burimi i mençurisë e i diturisë. Dhe nuk është e rastishme. Sot Bibla është libri më i lexuar në botë, është libri më i përkthyer në botë, është libri më i kërkuar në botë. Dhe gjithashtu është libri më i shitur në botë. E po, edhe libri për të cilin ka më së tepërmi shkrime, kritik, vlerësim e të tjera. Për ky je falendërues pastor? Jam falendërues të gjithë atyre që më kanë ndihmuar. Jam falendërues shumë të respektuarit, të nderuarit, profesor shumë i dashur, shkrimtar shumë i madh, Gali Mehmetaj në Kosovë. Ai rrezikoi. Duke u bërë redaktor i librit tim, ai rrezikoi mjaft. Kur më tha që do dëshironte me shumë kënaqësi ta merrte përsipër për të bërë redaktor i tij, ky njeri vërtet rrezikoi, por ai e lexoi fillimisht dhe pastaj dha vulën e tij, dha firmën e tij që ky është një libër që ja vlen të lexohet. Jam shumë mirënjohës gjithë atyre që e kanë lexuar, që më kanë kontribuar në mënyrë konstruktive. Jam mirënjohës juve që keni bërë leximin dhe më keni dhënë vlerësimet e juaja gjithashtu. Ju jam mirënjohës të gjithë atyre që kanë kontribuar me nxjerrjen e fakteve, të dhënave, bashkëpunimit. Jam shumë mirënjohës Bashkësisë së Popullit të Zotit për ndihmën e parë që ata dhanë në botimin e tij. Jam shumë mirënjohës studentëve të shkollës biblike Iliria, të cilëve në të vërtetë kur ishte shkruar si një skript, akoma pa bërë një libër, i kisha dedikuar atyre. Thashë, këta njerëz, këta me kaq zell po mësojnë historinë dhe jam shumë mirënjohës. Kështu që kam frikë që nëse shkoj më gjatë, lista shumë e gjatë për falënderimin. Po, pastaj kam frikë që mos harron ndonjë. Mos harroj ndonjë dhe kjo do të ishte shumë e pandershme, por sinqerisht të gjithë njerëzve që kanë ndihmuar në këtë, jam shumë mirënjohës. E ku mund ta gjejmë këtë libër, pastor? Ku mund të kontaktoj? Në për librarit në Shqipëri, kjo do të mund të porositet, në Kosovë gjithsesi mund të gjendet në për librarit në Kosovë, tek patjetër njerëzit mund të më kontaktojnë edhe mua direkt dhe mendoj që tani është bërë mjaft, ne po i parafrohemi shtypjes së 1000 ekzemplarëve dhe mendoj që ka pas një shpërndarje mjaft të gjerë deri me tani. Jemi duke përgatitur për të printuar, themi kështu, vëllimin e dytë që do të ishte poshtë një volum mjaft i madh. Dhe mendoj që ka një kërkesë mjaft të madhe për të dhe besoj që do të bekoj zemrat e njerëzve derisa lexojnë atë. Shumë bekim. Do doja ta vazhdonim shumë këtë bisedë, pastor, se kaq shumë ka për të folur. Por në pamundësi, unë të uroj suksese, pastor, për punën e shkëlqyer që ke bërë, dhe jo rastësisht Zoti të ka përdorur ty për të rishkruar këtë histori të dokumentuar. Shumë faleminderit për këto fjalë, ju faleminderit shumë edhe për interesimin tuaj, për mbështetjen që kam gjetur tek ju të gjithë, dhe kjo vërtet më ka bekuar shumë, kjo më ka inkurajuar shumë,
sepse vërtet jemi përpjekur shumë, jemi përpjekur sinqerisht, por nga njëherë kjo nuk mjafton, kur ke pastaj ka shumë njerëz të mirë që të vinë afër dhe të mbështesin, kjo e lehtëson gjithë punën. Këto janë bekime shtesë, them unë, nga Zoti. Dhe kjo më ka bekuar shumë. Shumë faleminderit, pastor. Faleminderit shumë edhe juve.